Ndodhem ditën e sotme përpara spitalit onkologjik e teksa jam duke kërkuar vazhdimisht, duke denoncuar mungesën e medikamenteve, të pajisjeve diagnostikuese, të pajisjeve trajtuese të cilat mungojnë në spitalin onkologjik, pra mungesa e brakiterapisë, mungesa e PET skanit, mungesa e medikamenteve të caktuara, po ashtu mungesa e bërjes analizave, sot të paktën kuptova edhe mungesën e CD-ve të cilat shërbejnë për pacientët për të bërë skanerin edhe për të bërë rezonancën magnetike. Dhe për këtë arsye pash se si një burr i moshuar vinte përpara spitalit onkologjik për të shitur këto CD 1000 lekë dhe në bisedën që pata me të më tregon se po mungojnë në spital sa kohë ai vjen për të shitur këtu sepse ka kërkesë nga personat të cilët vojnë nga kanceri, konkretisht përpara spitalit onkologjik. Pra një shtet i cili nuk ka para, që këto në tregun e lirë kushtojnë 500 lekë, këtu shiten 1000 lekë, pra nga personat pra të cilët vinë në spitalin onkologjik për të shitur këto CD. Nuk di çfarë të them përballë kësaj situate kur një shtet i cili pretendon të hyjë në Bashkimin Evropian, një shtet i cili harxhon 4.3 milion euro për kopshtin Eden, një shtet i cili harxhon 6 milion euro për satelitët, një shtet i cili harxhon miliona euro për incenerator dhe incenerator sot nuk ka, një shtet i cili harxhon me miliona euro për ndërtimin e rrugëve dhe që ato në momentin e parë që përballen me kushte atmosferike jo të mira, shemben, prishen e të tjerë, një shtet i cili çon para rreth 160 milion euro për Tigrin 1 dhe Tigrin 3, nuk ka lek për CD për pacientët të cilët do duhet të bëjnë skaner apo rezonancë magnetike që materialin, pra rezultatin që del nga ky ekzaminim ta kenë një CD sepse u duhet mjekëve, u duhet pacientëve për ta çuar diku tjetër e të tjerë. Kjo është situata.